Rritja e arkëtimeve dhe të ardhurave mbetet një sfidë kryesore për shoqërinë aksionere Ujësjellës Kanalizime Vlorë, jo vetëm për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve, por dhe për të mundësuar realizimin e investimeve në qytet. Këto investime nuk lidhen vetëm me projektet e qeverisë, por dhe me ato të vetëndërmarrjes së ujësjellësit. Kreu i këtij institucioni, Ermal Murati, konfirmon se janë ndërmarrë disa nisma konkrete në zona të ndryshme të qytetit, të fokusuara në rritjen e arkëtimeve, si dhe në identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të dyfishta apo abuzive. Sipas tij, synimi kryesor mbetet rritja e të ardhurave dhe përmirësimi i menaxhimit financiar të institucionit. Kjo ndërmarrje që të eci përpara duhet të rrisi pozicioni financiar i shoqërisë është tema e ndikuar nga të ardhurat dhe nga arktimet. Të kuptojmë që ky është një investim nga qeveria gjermane dhe shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare, njëkohësisht nga krau tjetër ne të tregojmë dhe forcat tona si ujësjellës për të përmirësuar pozicionin e saj financiar që të bëjmë investime me fondet e ujësjellës, jo të ngelemi gjithmonë të varur vetëm nga investime që mund të vinë nga donatorë ndryshëm apo nga vetë qeveria shqiptare. Kemi disa nisma, kemi disa projekte që avën eficiencë, përfitojnë nga rasti te zona Partizani Karabashi ku është vënë linja e re e furnizimit, kemi pas disa anomali aty ku ndodhen abonent me 2-3 linja, neve jemi detyruar që të disiplinojmë të sistem, të faturohet për konsumin real të tij, e njëjta gjë është edhe tek zona e plazhit vjetër dhe aty do kemi një aktivitet për demontimin e linjave të vjetra dhe përdorimin vetëm të linjave të reja. Janë disa gjëra që duhet ishin bërë me kohë, por tani kemi dhënë një shtys ndërmarrjes e vetes për ta çuar para këtë situatë. Niveli i arktimeve për muajin që lam ishte në 100%, muaj presim të jetë akoma dhe më i lartë, por sfida është që duhet të rrisim të ardhurat e shoqërisë dhe faturimit. Faturimi ka disa strategji për të arritur te faturimi, duhet të eliminojmë humbjet e ujit, duhet të eliminojmë abuzimet me rrjetin dhe duhet disiplinohet dhe pjesa e faturimit edhe leximit nga ana jonë. Problemi i lidhjeve të dyfishta dhe niveli ulët i arkëtimeve janë çështje që kanë ekzistuar prej kohësh. Megjithatë, krahas projektit të ri që po zbatohet në Vlorë, synohet dhe zgjidhja përfundimtare e këtyre problematikave, duke garantuar një shërbim më cilësor dhe më të qëndrueshëm për qytetarët.